Mirëdita të gjithëve, të nderuar gazetar, ju falenderoj për praninë tuaj në këtë konferencë të përbashkët me drejtorin vendor për kufirin dhe migracionin. Kjo konferencë zhvillohet në kuadër të qasjes së raj të Policisë së Shtetit për një komunikim më transparent, më të drejtë për drejtë dhe më të shpeshtë me qytetarët dhe media. Qëllimi ynë është të informoj publikun mbi rezultatet e punës tonë, masat që kemi ndërmarrë për garantimin e rendit dhe sigurisë publike, si dhe sfidat me të cilat përballemi në përmbushjen e misionit tonë. Siguria në shkolla dhe ajo rrugore, lufta kundër krimeve të rënda dhe narkotikëve, përmbajtja pa leje, kapja e personave në kërkim, evidentimi dhe goditja e krimeve mjedisore, ndjekja në kohë e dinamikës dhe shqetësimeve të qytetarëve, dhuna në familje, reagimi në kohë e profesionalizëm në rast ngjarjesh si dhe shërbim dinjitos ndaj qytetarëve. Në përfundim të raportimeve tona, do të jemi të hapur për pyetjet dhe interesimin tuaj në funksion të transparencës dhe informimit të drejtë të opinionit publik. Së pari, duke marrë shkas nga kjo konferencë, lejoni të bëj me dije se në lidhje me ngjarjen e mbrëmshme të plagosjes një qytetari në qytetin e Shijakut, u bë e mundur fal punës së drejtorisë vendore Durrës në bashkëpunim me komisarin e Shijakut, kapja e autorit dhe arrestimi i tij për veprën penale plagosje e rëndë me dashje. Fillimisht do të paraqes rezultatet e punës së drejtorisë vendore Durrës gjatë muajit maj. Janë evidentuar 383 vepra penale, nga të cilat janë zbuluar 382. Janë identifikuar 434 autorë të dyshuar, në të cilët 117 janë vënë pranga, janë kapur në kërkim 42 shtetas, 302 janë proceduar në gjendje të lirë dhe 15 janë shpallur në kërkim. Krahasuar me muajin e kaluar, janë evidentuar 136 vepra penale më shumë, si dhe është rritur zbulueshmëria me 2%. Këto rezultate janë arritur nëpërmjet operacioneve dhe aksioneve policore të zhvilluara në fushën e kapjes së personave në kërkim, goditjes së veprimtarisë kriminale në fushën e narkotikëve, krimeve ekonomike financiare, lojrave të fatit dhe kultivimeve të bimëve narkotikë. Janë finalizuar 10 operacione policore, si rezultati të cilave janë arrestuar 36 persona, janë proceduar 4 shtetas në gjendje të lirë, 4 shtetas të tjera arrest shtëpie. Operacionet policore kanë konsistuar në goditjen e veprimtarisë kriminale në fushën e shitjes dhe shpërndarjes së lëndëve narkotike, ku janë finalizuar 3 operacione, 2 nga të cilat kanë qenë me objekt shpërndarjen e narkotikëve në afërsitë shkollave dhe zonave urbane në qytetin e Kavajës dhe Shijakut. Armbajtjes pa leje të armëve të zjarrit dhe municioneve, kapjen e personave në kërkim, në drejtim të krimeve të rënda dhe në drejtim të krimeve ekonomiko-financiare. Janë sekuestruar sende apo prova që lidhen me veprimtari kriminale dhe konkretisht 3 armë zjarri Kalashnikov, 1 armë gjau, 6 armë sportive, 134 gram kanabis sativa, 60 gram kokain, kartë monedha në euro, në lek, celular dhe 4 automjete. Janë trajtuar në total 373 konflikte, nga të cilat 370 janë konflikte në familje dhe 3 konflikte për motive të ndryshme. Për këto raste janë kryer të gjitha veprimet procedurale dhe janë proceduar autorët e dyshuar. Me rritjen e fluksit të lëvizjes së mjeteve është intensifikuar monitorimi inteligjent i akseve rrugore, si rezultat. Kjo polici ka vendosur 11.373 ose 3.155 masa më shumë, ku pjesa më e madhe është për ato shkele që ndikojnë drejt për drejt në sigurinë rrugore. Janë evidentuar 10 aksidente rrugore, si pasojë të cilave kanë humbur jetën 4 shtetas, janë plagosur 4 të tjerë dhe janë plagosur lehtë 8 shtetas. Gjithashtu, në funksion të parandalimit të aksidenteve rrugore, nga këto struktura janë proceduar penalisht 62 drejtues mjetesh, për drejtim mjeti në mënyrë të parregullt, nga të cilët janë arrestuar 34 shtetas, ku 27 kanë qenë në gjendje të dehur, ndërsa 28 janë jetuar në gjendje të lirë. Si rezultati një angazhimi më të madh i strukturave vendore ndaj krimeve mjedisore dhe krimeve që cënojnë regjimin juridik të tokës. Në kuadër të masave të marra dhe kontrollet të shtuara në bashkëpunim edhe me inspektoriatet përkatëse, janë evidentuar 5 vepra penale në fushën mjedisore dhe krimeve që cënojnë të regjim. Me 5 autorë të gjyshuar, 1 shtetas i arrestuar dhe 5 të proceduar penalisht. Si rezultati i një kontrolli më efikas të territorit, bashkëpunimit me qytetarët
dhe me agjencitë e tjera ligjzbatuese, janë evidentuar 29 vepra penale më shumë në fushën e ndërtimeve pa leje. Edhe pse qarku jonë nuk është në hartën me risk të kultivimit të bimëve narkotike, nuk ndërprer puna për kontrolle në ambiente të hapura dhe të mbyllura, ku deri tani janë analizuar 1074 të tilla, ose 550 më shumë krahasuar me muajin maj të vitit kaluar. Gjithashtu, nga ana jonë janë marrë masat duke kryer takime me autoritetet vendore për mbarvajtjen e sezonit turistik, duke garantuar qytetarët dhe turistët për sigurimin e rendit dhe të qetësisë publike. Pavarësisht rezultateve të arritura, mbeten ende problematika që kërkojnë vëmendje dhe angazhim të mëtejshëm, siç mund të përmendim: shkelja e rregullave të qarkullimit rrugor, sidomos përdorimi i pijeve alkolike gjatë drejtimit të automjetit, përdorimi i aparateve telefonike, manovra të rrezikshme në rrugë, tejkalimi i shpejtësisë, sidomos respektimi i sinjalistikës. Rastet e konflikteve familjare, në shumë raste ato përkthehen edhe në dhunë në familje. Prodhimi dhe shpërndarje lëndëve narkotike, kryesisht afër perimetrit të sigurisë në shkolla dhe jo vetë. Për adresimin e këtyre problematikave, shërbimet e policisë kanë shtuar monitorimin, kontrollin dhe pranimin terren, me qëllim evidentimin e çdo shkelje të palishmërie, si dhe kanë rritur kontaktin me qytetarët për të siguruar informacion me qëllim parandalimin dhe ndëshkimin e shkeljeve që shfaqen në territor. Të nderuar gazetarë, këto ishin disa nga rezultatet kryesore të punës tonë dhe duke ju falendëruar, e kaloj fjalën drejtorit të Drejtorisë Vendore për Kufirin dhe Migracionin për paraqitjen e rezultateve të strukturave të kësaj drejtorie. Faleminderit. Sezoni turistik veror 2026, Drejtoria Vendore për Kufirin dhe Migracionin Durrës ka marrë një sër masash konkrete për goditjen e palishmërisë në kufi, garantimin e lëvizjes të sigurt të shtetësve dhe mallrave dhe menaxhimin e flukseve në piket e kalimit kufitar. Qarku i Durrësit përfaqëson një nga portat kryesore hyrëse të vendit dhe njëkohësisht një nga destinacionet më të frekuentuara turistike. Për këtë arsye, strukturat tona kanë planifikuar dhe po zbatojnë masa të shtuara në të gjithë drejtimet e veprimtarisë policore kufitare. Gjatë muajit maj, në pikat e kalimit kufitar të qarkut Durrës janë përpunuar mbi 46.000 shtetës dhe 20.300 automjete. Fluksi më i lartë i regjistruar brenda 24 orëve ka arritur në 2.140 shtetës dhe 1.060 automjete. Për përballimin e këtij fluksi, kemi shtuar kapacitetet e shërbimit në pikat e kalimit kufitar, duke shtuar sportelat dhe personelin e angazhuar. Gjithashtu, jemi në fazën përfundimtare të instalimit të programeve dhe pajisjeve të reja teknologjike, të cilat do të rrisin ndjeshëm shpejtësinë e përpunimit të shtetëve dhe mjeteve, duke ruajtur të pandryshuara standardet e kontrollit dhe sigurisë kufitare. Një vëmendje të veçantë i është kushtuar sigurisë në plazhat dhe hapësirat ujërore të qarkut. Në bashkëpunim me institucionet përgjegjëse, po monitorojmë respektimin e kriterëve të sigurisë nga subjektet që ushtrojnë aktivitetet në stacionet e plazhit, funksionimin e perimetrit të sigurisë, praninë e vërtetuesve të plazhit dhe përdorimin e mjeteve lundruese. Për këtë qëllim janë angazhuar 275 punonjës policie, 20 drejtues shërbimi, 11 patrulla ujore me jet ski, 5 me skafe dhe gomone, si dhe 8 patrulla toksore. Monitorimi nga toka dhe ajri kryhet edhe nëpërmjet dronëve. Si rezultati i intensifikimit të kontrolleve bazuar në analizën e rrezikut dhe në inteligjencën informative, janë konstatuar 15 vepra penale, për të cilat janë referuar materialet në Prokurinë e Rrethit Gjyqësor. Konkretisht, 4 raste trafikimi i mjeteve motorike në kufi, ku janë sekustruar 4 mjete të shpallur në kërkim ndërkombëtar, një automjet i markës Mercedes-Benz McLaren dhe një Land Rover, një motocikletë dhe një furgon Mercedes. 5 raste kontrabandimi i mallrave të ndryshme pa dokumenta justifikues, një rast kontrabandimi në kufi të hollave, një rast falsifikimi dokumentave të udhëtimit, 3 raste kalimi palishëm kufirit shtetëror. Gjithashtu është bërë edhe evidentimi në kufi i sasisë prej 3.200 farash kanabisi dhe pajisje për kultivimin e tyre në shtëpi bari. Po ashtu janë marrë dhe 3 masa administrative ndaj subjekteve dhe drejtuesve të mjeteve lundruese që kanë shkelur rregullat e sigurisë në tet. Paralelisht janë intensifikuar kontrollet në kufirin dhe hapësirën detare me qëllim parandalimin e kalimeve të palishme, trafikimit të qenieve njerëzore, kontrabandës, kultivimit të bimëve narkotike si dhe çdo aktiviteti tjetër kriminal ndërkufimtar.
Gjithashtu janë dhënë 701 leje qëndrimi të miratuara për muajin maj. Janë vendosur 26 masa administrative për 26 shtetas të huaj për aplikimin jashtë afateve për leje qëndrimi. Kjo punë mbështetet në bashkëpunim të vazhdueshëm me strukturat vendore dhe autoritetet homologe. Të nderuar gazetar, këto janë rezultatet e Drejtorisë Vendore të Kufirit dhe Emigracionit të Durrës. Jemi të hapur për pyetjet tuaja nëse keni. Përshëndetje, jam Kamilo Musani nga Patrioti. Desha të vjen lidhje me videon të thjeshtë të ndodhur në qytetin e Shqipërisë. Si që mundu arrestimi i autorit, bashkëpunimi me familjarë të tij, bërë rezistencë kundër policisë dhe nëse është mundur të cilë që mund të bëjë këtë. Në fakt kanë qenë një angazhim i të gjitha strukturave drejtorisë vendore Durrës, i sektorit krimeve të rënda, sektorit të operacioneve, por edhe i komisariatit të Shjakut, i cili gjen rastin për t'i falenderuar për punën e tyre, fal angazhimit të tyre në kohë dhe të shpejtë bëhe mundur identifikimi i autorit dhe ndjekja e tij në itinerarinë që ai kishte ndjekur pas ngjarjes. Sigurisht që një nga metodat e punës së policisë është edhe bashkëpunimi me familjarët, të cilët nuk ka munguar nga Drejtoria Vendore, ka pasur kontakt me familjarët, derisa u arrit në fund të kapej autori, i cili nuk ka shfaqur asnjë lloj rezistence. Për momentin mund të themi se çështja është në tim, mund të themi që motivet kanë qenë motive të dobta midis dy qytetarëve. Një pyetje për zotin Dite, nëse mundemi. Se ka thënë sezonin terror, mjetet e Durrës se përgjigjen problematike duhet themi për gjatë të muajve të verës. Ai ka kapacitete të duhura policia e Kufirit dhe strukturat e tjera për të bashkëpunuar me mjetet? Faleminderit. Patjetër që policia kufitare ka mjetet e duhura, ne vetëm për qytetin e Durrësit janë të angazhuara 7 mjete jetski dhe 3 mjete me motoskafe. Dhe po kështu kemi edhe patrullat toksore që do monitorohen dhe nga toka. Nuk besoj që do kemi probleme të paktën për kontrollin e tyre. Ka pasur një rritje të operacioneve të përshëndetshmit kryesisht në Shqipëri. Se kemi mundur të identifikojmë se si funksionon toka, se nuk kemi të strukturuar kriminal, operacioni është shërbimi i juaj, prandaj vim në shtetase, dhe si arrihet të kryhet ky operacion që ju e quajtoni operacion të bërë të. Në fakt, Drejtoria Vendore e Durrësit ka pas muajt e fundit ka pas disa operacione lidhje me ushtrimin e prostitucionit. Nga hetimet deri tani ka rezultuar që kryesisht janë shtetasit huaj që vinë kryesisht nga Amerika Latine dhe deri tani nuk është konkluduar në rastin se ato mund të shfrytëzohen, por e përdorin vetë si profesion, të themi, ushtrimin e prostitucionit. Në këtë mënyrë nga ana jonë është proceduar vetëm për ushtrim prostitucioni dhe jo për shfrytëzim prostitucioni. Por kjo ngelet në hetimet që do të vazhdojnë në ditë të ardhshme, nëse jemi para këtyre rasteve apo mund të kemi edhe persona të tjerë të përfshirë në shfrytëzim prostitucioni. Më përpara dhe deri para disa kohësh ishte informacion që në terminalet e portit të Durrësit, sidomos në terminalin e kontejnerëve, ushtronte aktivitetin një task force me personas nga disa institucione listat ose të përfshirë prokurorinë, policinë, drejtarët e policinë e shtetit të tjerë, ushtronte kontroll për trafikun e drogës. A vazhdon punën kjo task force? Jo vetëm portin e Durrësit, por edhe porti i Portollamanës. Dhe mund të them që kjo task force vazhdon punën e përditshme, kontrollon e kontenierëve, si ato që dalin me risk, por edhe ato të cilat kërkojnë nga subjektet apo nga agjencitë e tjera ligjzbatuese. Në këtë task force janë të përfshirë policia e Drejtorisë Vendore, policia kufitare, drejtoria e doganave, si dhe gjitha shërbimet e tjera. Pra nuk ka një ndërprerje të kësaj task force. Në Porto Romano nuk ka shkarkim kontenierësh, ajo kontenierëve është vetëm pranë portit të Durrës. Por gjithsesi kontrollet vazhdojnë edhe në portin e Portollamanës, pra kemi shërbime qoftë të krimit të organizuar, policisë kufitare apo të shërbimeve të tjera të agjencive të tjera ligjzbatuese. Edhe kjo do parë se janë. Në trafikut ato do gjenë secile
vetëm gjoba dhe pasere për menaxhimin e trafikut. Sigurisht që nuk është qëllim vetvete vendosja e gjobës nga ana e policisë rrugore. Sigurisht që shkeljet do ndëshkohen, u është dhënë porosi që në shumë raste dhe të këshillohen qytetarët në lidhje me shkeljet e tyre, pra duhet ta theksoj këtë që nuk është qëllim vetvete vendosja e gjobës ose marrja e gjobës administrative. Sigurisht që fluksi i shtuar do detyroj punonësit e qërgullimit rrugor që të merren me rregullimin e trafikut, më shumë me rregullimin e trafikut se sa me vendosjen e gjobës. Kështu që fokusi jonë është lehtësimi sa më shumë i trafikut për qytetarët dhe për turistët. Paketën pranë policinë e shtetit ishte gara për ose rusak konkursi për drejtorit e ri të sharqeve. Emri juaj ishte ndërtat. Nëse do të shkojmë në fitues, ju keni objektiv për të shkruar në Durrës, apo synoni në një shark tjetër dhe pjesa tjetër, pyetja tjetër, duke pasur parasysh 3 apo 4 pushimin e policisë së qytetit të Durrësit në 3 muaj të verës. Me efektivet që keni tash në dispozicion. A rini që ta përballoni me gjithë këtë fluks dhe nëse po, do të punojnë në orare shtesë? Në lidhje me pyetjen e dytë, Drejtoria Vendore ka marrë të gjitha masat për përballimin e këtij fluksi, por në Drejtoria e Përgjithshme e Policisë përcaktohen një numër shtesë punonësish policie që vijnë në ndihmë të Drejtorisë Vendore të Policisë Durrës, kryesisht qarkullimit rrugor. Kjo varet nga mundësia e Drejtorisë Përgjithshme të Policisë Shtetit për të shpërndarë këta punonjës policie të cilat vijnë nga drejtori të tjera të policive vendore. Sigurisht që ne na duhen shumë, por kjo s'do të thotë që mund të na plotësohet dëshira me numrin. Atëherë shifra, po themi optimale për ta përballuar këtë fluks mjetësh dhe turistësh është rreth 50 punonjës, të cilët mendoj që është e pamundur nga ana e Drejtorisë Përgjithshme për të plotësuar, sepse janë dhe drejtori të tjera vendore të cilët përballojnë fluks turistik, siç është Vlora, siç është Lezhë, të cilët edhe ata bëjnë kërkesat e tyre në lidhje me përballimin e sezonit turistik. Ndërsa me lidhjen e pyetjes parë, unë kam shfaqur interesin për të konkuruar për drejtor i policisë vendore, është në atributet e drejtorit përgjithshëm pastaj për të përcaktuar se në cilin pozicion do të jenë. Faleminderit. Ky është një shqetësim që unë e kam ndarë edhe me drejtorin e policisë bashkiake të Durrësit në lidhje me këtë problematikë dhe mendoj që në ditën në vijim do të kemi një operacion të përbashkët për lirimin e hapësirave publike, kryesisht trotuareve që zihen nga bizneset apo dhe nga makinat e braktisur. Pyetja e fundit, sa aksidenti tragjik të ndodhur në zonën e Ishkënit, në atë lejuara në këtë lagje, pse nuk po merr masa policia e Durrësit? Në fakt, policia e Durrësit i ka marrë masat dhura në lidhje me këtë konflikt, është trajtuar edhe nga ana procedurale, materialet janë referuar në prokuri jo një herë, por disa herë. Në lidhje me personin i cili ishte student në Akademinë e Sigurisë, është bërë pezullim i saj, megjithatë dhe po ndiqet nga strukturat administrative në policinë e shtetit, kështu që mendoj që po e ndjekim në vimësi konfliktin midis familjeve aty dhe për çdo rast pastaj do ndiqim nëse jemi përpara një vepre penale apo jo. Duhet t'u drejtohem të gjithë qytetarëve të qarkut Durrës se Drejtoria Vendore e Policisë Durrës është maksimalisht e angazhuar për të parandaluar dhe luftuar paligjshmëri në çdo drejtim. Në këtë kontekst, është shumë i nevojshëm angazhimi juaj qytetar për të mbështetur policinë dhe për të adresuar pranë saj çdo problematikë, që është në kompetencën e policisë, çdo sjellje të pahijshme të punonjësve të policisë apo të neglizhencës së tyre. Në përmbushje të detyrës, duke u garantuar qëndrim ligjor si dhe reagim të menjëhershëm për shqetësimet e ngritura. Pasi vetëm në këtë mënyrë mund ta bëjmë komunitetin tonë më të sigurt. Besoni te policia dhe përkraheni akoma më shumë për të pasur më shumë siguri dhe shërbim më cilësor. Faleminderit, mirë takofshim në konferencën e ardhshme.